A i ka lënë edhe baban tek ajo tokë atje. Si e ka lënë baba? E vranë, kriminalët. Ne kemi investuar atje. Ja, foli vetë. Po? Çat ka ndodhur tek ajo tokë? Kam tokën atje, kam 8 lyp tokë. Do të zemë me këto që po llafosim deri tani. Kam investuar. Po. Si fillim do e kam bërë 50 milion lekë do ma ka pru skrep, kam bërë grop. Vask peshku. Rezervuar. Po. Te grope peshku kam mbjell 100 rrezullin. Po. Larga gjatur komplet. E kuptoj. Dhe tani dali këto muhabete. Po, kam lep plakun atje. Baba iku, ne po ikim, se po vetëm 60 vjeç. Mbaj pa kafe. Po vem neve 60 vjeç. Fëmijët na kanë ikur në Itali që 14 vjeç, tani si do hipet, si do bëhet? Do një farë drejtimi apo s'do tani se... Dhe zotimi është që brenda 2 viteve të para të mandatit ne do të mbyllim përfundimisht reformën 20 e kusur vjeçare të hapur e të pambyllur të tokës dhe do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën çdo familje fermere që jeton me tokën, punon tokën, rropatet për të nxjerrë prodhimin nga toka dhe ka 20 e ca vite në hava. Ne jemi këtu për të filluar të japim jetë një procesi që ngrihet mbi një zotim shumë të fortë dhe shumë të qartë, që mbi bazën e ligjit 7501 ne do të ndajmë titujt e pronësisë për të gjithë ata që sot prej kaq shumë vitesh vazhdojnë, punojnë tokën e tyre me familjen e tyre dhe ende nuk janë bërë dot pronar tokës, edhe pse kaq shumë vite kanë kaluar dhe fëmijët janë bërë burra. Se ka ardhur momenti i tyre për të marrë një shërbim plotësisht falas dhe atë që po bëjmë me sukses për legalizimet, do ta bëjmë me po kaq sukses edhe për tokën bujqësore. Pra, certifikatat e pronësisë për tokën bujqësore falas. Qeveria e mandatit të tretë, Partia Socialiste dhe unë personalisht nuk do pranojmë më të marrim asnjë kosto publike për zvarritjen e mëtejshme të këtij procesi prioritar. Del edhe tepron mirëkuptimi që keni pasur deri më sot, edhe justifikimi me të gjitha argumentat përkatës, është e patolerueshme sepse ndërkohë janë bërë të gjitha ato që mund të bëheshin në aspektin legislativ dhe organizativ, që ky proces të hyjë në një shpejtësi krejt të re dhe që regjistrimi i tokës bujqësore të përfundojë brenda mandatit të tretë. Po kam le papan atje. Sa për djeni. Po si ndodhi me baba? Nuk diskuton ato gjëra, po kam lënë baban tek ajo tokë. Kam lënë baban, te prona ime. Babai mbrojti pronën edhe vra? Po, mbrojti pronën. Po ata nuk është se vodhën tokën, doni të vidhin Tash u kisha mall atje. Investova, prura skrepin dhe kam edhe 50 milion lekë bëra rezervat peshku. E kuptoj. Baba e ka pasur mësues. Vinin na vidhin. Vadi u përlesh atje, pa... Do me thëmë, babai ti që duke mbrojtur mallin, tani ti ke rrezik për të mbrojtur tokën. Unë tani do mbroj tokën se kam edhe një lapidar atje të babait. Kështu që se lem ato. Nuk e le. E kupton. Unë sot jam 60 vjeç. Babai mi ku 53 vjeç. Të mëshme. Edhe unë atë vet atje nuk e lepsha mu. Nuk e le ai le ta marrin nesër. Ai mundi nesër do thot këtu. Ama po vajt ata gjej. Tek ai vend atje do vete te babai. Kaq kisha, urdo.